Policia ekzekutoi 20 masa sigurie nga 33 që u lëshuan në total nga Prokuroria e Durrësit për 2800 tonë mbetje të rrezikshme të kurum që u kthyen nga Tajlanda në vitin 2024. Masat u ekzekutuan në Durrës, Elbasan dhe Tiranë dhe përfshin nga drejtues turq të kurum, ata të kompanisë që eksportoi, zyrtar të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit që nuk monitoruan lejet dhe ata të doganës në Durrës. Mbetjet e rrezikshme më shumë se një vit në kontenjer ndodhen në Porto Romano. Kryeministri i vendit Edi Rama kritikoi sërish kërkesën e kushtetuese të gjyqtarëve për rritje pagash, duke deklaruar se nuk ka ligj që i mbështet t'i marrin buxheti 37 milionë euro. Referuar audios së seancës në gjykatën kushtetuese me sulme të tyre ndaj qeverisë, shefi i maxhorancës thotë se gjyqtarët u shfaqën si parti politike, ndaj dhe mund të regjistrohen si të tillë. Reagojnë dhe prokurorët, gjykimi kushtetues të mos ndikohet nga presionet e jashtme. Opozita dhe maxhoranca gjetën paqen e përkohshme për reformën territoriale, pasi Partia Demokratike u zbraps nga bojkoti i komisionit posaçëm, socialistët u tërhoqën nga votimi në parlament për të marrë shumicën e anëtarëve dhe për të hequr bashkëdrejtimin demokratëve. Në ditën e tretë të protestës, banorët e Rjolit në Shkodër vijojnë të kundërshtojnë ndërtimin e rezortit luksos të ndërtuesit dhe botuesit Bashkim Ulaj. Ata janë përplasur me policinë dhe një prej protestuesve ka humbur ndjenjat. Ndërkohë 25 banorët që u shoqëruan një ditë më parë janë liruar dhe janë rikthyer sërish në protestë me banorët e tjerë.